që prej vitit 2021 po studioja për të bërë dhe mentore e Mirfield. Dhe si një mentore vendosa të bëja libra pune, libra të drejt për drejt, jo thjesht i lexojmë të motivohemi, por libra mini trajnime që na japin rrugën e saktë dhe të drejtë se si ne t'ja dalim në jetë. Një mendje negative programohet pozitivisht me këtë libër. Manuali, shumica mbajnë në çantë, mbajnë në xhep, është manuali Mirfield, është një lloj si të flasë një njeri. Kur ti ke ato mendimet negative, kur je duke riprogramuar trurin, të flasë një njeri pozitivisht e të inkurajoj. Dhe ti e mbajnë gjithmonë me vete, hap te kapitulli që e ke lënë. Ktu punojmë nëpërmjet afirmimeve dhe jo vetëm. Për shembull, për të menaxhuar anktin, për të rritur vetbesimin, për të rikthyer shëndetin, për të pasur më shumë financa. Janë afirmimet në të gjitha çështjet, për pranimin e vetes, çfarë tjetër, për faljen, si të falim të tjerët. Edhe disa ushtrime për të ndaluar mendimet negative. Ti je rrugës diku dhe ti lexon një pjesë. Imagjinoje mendimin tënd pozitiv si një lule të bukur me aromë shumë të këndshme që ti e ke mbjellë në një vazë të cilën e merr gjithmonë me vete dhe ti vazhdimisht e ndjen aromën e pozitivitetit. Kur ti del nga shtëpia, edhe pse këtë lule e mban me vete, ti ekspozohesh në një hapësirë me negativitet, që dua ta mendosh si një kënet. Ti e di çfarë ere vjen këneta dhe sado që ka aromë të këndshme lulja jote, sërish të mbyt era e kënetës.